Hajdeni me ne për të bërë blerjet më të bukura sepse në Megatek ka filluar sezoni pranverës. Që në fillim mora një perde të bardhë për tendën që kam në obor dhe ullinjt në Megatek që i kërkoni gjithmonë janë shumë të bukur. Këto lulet i mora për dekor dhe shikoni sa të bukura janë mobilimet e jashtme në Megatek. Kishte erza nga më të ndryshmet, ne morëm 2 lloje të ndryshme karrotash, 2 lloje të ndryshme sallatrash, veglat e punës për të na ndihmuar me mbjelljen, si edhe një ushqyes për bimët. Kjo lulja është disa vjeçare, prandaj unë e mora disa lule shumë ngjyrëse për t'i dhënë oborrit bukuri, petunjan sigurisht dhe eukaliptus dhe shumë lavandër sepse nuk ka nevojë për shumë për kujdesje. Kishte vazë dhe dekore pafund, edhe një nga këto lulet jeshile sepse më pëlqejnë shumë. Si mish ngrënës që jemi shohim edhe zgara dhe tani me zi pres të shoh si do duket gjithçka në obor, prandaj shihemi në pjesën 2.